Mirëmëngjesi, 8:40 minuta dhe ne jemi gati që të luajmë së bashku Tiko Tako. Dhe tani Tiko. Kjo lojë shoqërohet me sangria. I themi mirëmëngjesi Edvinit në Vlorë dhe Mirjamit në Tiranë. Mirëmëngjesi. Kush na praktisi? Mirjani. Kemi vetëm Edvinin? Hajde se kapim prap. Okej, ndërkohë kemi Edvinin në Vlorë. Edvin. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi edhe ty. Sot Vlora zgjohet gri apo e ka të çelur? Na gënjeu dielli në fundjavë, sot është gri. Na zgënjeu, jo na gënjeu. Është gria e majt, siç e quajti Nata, gria e majt. May Gray. S'ke që bën. O Edvin, si ka nisur dita për ty? Çfarë po bën? Unë jam ngritur në ora 6, kam bërë pak aktivitet fizik se kam shtëpinë afër vdetit, pastaj u kam parë juve. Bravo të qoftë. Shumë mirë, po ç'a del bën? Ecën një çika, bën një çik fizkultura, në ushtre. Unë vrapoj pak. Me çfarë punë merresh ti? Minuta 50, unë jam trajner futbolli. Edvini. Edvin, po le të njohim më. Ti luan për herë këtu. Po, patjetër. Ai të pyetjen e. Ai di. Më ngjau se më tingëlloi si vlonjat, pastaj, okay. Shumë mirë, ai është. Ndërkohë është edhe Mirjani me ne. Mirjan, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, si jeni? Mirë, faleminderit. Ti si je? Mirë, faleminderit. Kur je zgjuar sot? Qen 6. Qen 6 Po çfarë bën qen 6 më? Ja, fizkultur. Çfarë gocën çerdhe. Kur nis çerdha në 7? Sa bëhen gati besoj. Avash. Sa e vogël është goca Mirjan? 1 vjet. Ja, të roj, okay. Ju jeni prindër të rinj, është e para? Po. Është e para, bravo, okay. Si ka emrin goca? Eloise, shumë i bukur. Shumë i veçantë. Atëherë do fillojmë me Edvinin në Vlorë për shkak të alfabetit, ai mund zgjedhë midis njëshit edhe dyshit dhe pastaj shkojmë te Mirjani më pas. Atëherë Edvin. Njëshin apo dyshin? Njëshin do Edvini dhe në njëshin ne kemi në 1 minutë kohë sa më shumë fjalë, të cilat mbarojnë me C. Të dëgjova, më fal. C. Si mace. Mace. Dace. Okej. Një gjë që fryhet. Tullumbace. Kur një kukull nuk ka flok. Tullace. Janë ca lloj Ti e ke shkruar të mbaresën, ti do përgjigjesh tani. Shumë e vështirë. Koloface. Ta kishe bërë me çe? Po mirë, bëj me çe, okay. Quhet me çe. 5 fjalë ke. 5 deri tani, po ka fjalë me çe. Jepi Edvin. Për ta? Për tace. Kaq. E mbyllim? Kur dikush është qulla Qullace. Femërore. 7 po. Ishte një vështirë, okay, pranoj. Shumë e vështirë. 7 fjalë për Edvinin, gjithsesi shijoj fitoren për ai sa do zgjasi. Tani, okay, shumë mirë. Atëherë Mirjani gati, vetëm 7 ka Edvini. Po të kishe zgjedhur dyshin, Edvini do të kishte pasur këtë mbaresë, por tani kjo është me të qelluar. Te dyshi kemi mbaresën N. Jepi Mirjan, po. Kërcen, dëfren. Lëvren? Është lëvrin. Okej. Nuk quhet kjo. Mace ose? Hum. Hunden. Si ishte? Kush ja bën hum? Ham. Wuf. Qen. Okej. Ke shumë folje, ke folje pa fund. Sa të mirë ke mbaresën ti. Po. Veta e tretë numri 1-s. Ai dëfren, ai vlen, dëfren, kërcen. Kërcen e thamë. Po. Ulëren. Jo, është ulërin. Mirë vëlla. Ka emocione. Kur me gjithë shpirti e di Blendi, po. 6 jepi. Çfarë rezultati? Po kishe mbaresë shumë të mirë, more, plot folje aty. Pse u dorëzove? Ç'a ndodhi? Po Eloisa pa gjum tani. Okej, shumë mirë. Edvin.
Po. Ishte pothuajse e pamundur për t'ia dole, me 7 fjalë ke fituar për mëngjesin e sotëm. 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital Mirian, na vjen shumë mirë që u takuam. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Kalofshi bukur, ditë mbar. Mirupafshim çuna. Faleminderit. Edvini në Vlorë, pra me macën e tij ja doli. Me macën. Përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive në aplikacionin digital. Regjistroni online në faqet zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shijoni nga çdo cep i botës të gjithë kanalet live të digital, shqiptare dhe ndërkombëtare, si dhe video librarin më të pasur me mira evente. Abonohuni tani në digital.al dhe përfitoni nga çmimet me një super ofertë që nuk duhet humbur. Sepse digital është gjithmonë pjesë e familjes. Kemi edhe një pyetje të pamundur që po pret për një fitues. Kjo është një nga gjërat që shkakton më shumë debat në shtëpi dhe jo, nuk është telekomanda e televizorit, nuk është pulti. S'ka lidhje fare, është një objekt që ngulet në mur. Është një objekt. Dhe ka një telekomandë. Është një objekt kulti? Është, i falemi të gjithë. Si pulti, ose pulti është. I falemi dimër e ver. Atëherë. Po jo të gjithë bjem dakord për temperaturën e duhur. Duam një fitues, faleminderit. Baba Xhane. Bujare Muçaj, të mëngjes. Shumë mirë. Ndërkohë, kemi një quiz muzikor. Do të dëgjojmë një klip dhe duhet ta identifikoni se cila është kënga dhe kush e këndon. Rhythm is a dancer. Jo. S'është kjo. Edhe një herë lutem. I bën shumë lehta DJ Vini. E ke shumë lehta. Gjithsa nga këto që janë si të harruara. Jo, ishte mirë herën e parë. Ishte rregull, po tash ja po korrigjon tash e kuptoj. Atëherë, në zgjedhjet e datës 11 maj votohet me vetëm një fletë votimi. Ju mund të votoni në një nga mënyrat e treguara në vim, përndryshe fleta e votimit do të jetë e pavlefshme. Nëse doni të votoni vetëm për partinë apo vetëm për koalicionin, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë për bri emrit të partisë apo koalicionit të partive që doni të votoni. Nëse doni të votoni vetëm për një nga kandidatët që është në listën parapëlqyese, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë për bri emrit të kandidatit që keni zgjedhur. Në këtë rast vota juaj llogaritet për kandidatin që keni zgjedhur, njëkohësisht edhe për partinë apo koalicionin të cilit i përket ky kandidat. Kujdes, ju nuk mund të votoni për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Këto duhet të përputhen me njëra tjetrën. Mos harroni 11 maj po vjen, të dielën bëuni gati, përgatituni shpirtërisht edhe mendërisht. Të them një gjë të vogël që e pash tani. Po patjetër. Warren Buffett ka dalë në pension në moshën 94 vjeçare, është tërhequr nga gjithçka, patjetër ai është një nga njerëzit më të pasur në botë, po ka dhënë një këshill shumë të mirë për ata që vazhdojnë të punojnë. Dhe thotë, mënyra më e mirë për qenë të lumtur është të keni afër vetes në punë njerëz që ju bëjnë të lumtur. Pra njerëz që ju vlerësoni, janë të mençur dhe ju zbukurojnë ditën. Në të kundërtot, zgjidhni të punoni për veten tuaj. Kam qenë me fat se kam patur afër vetes njerëz të tillë, pavarësisht se jam më i pasur dhe kam investuar në gjërat e mia. Është një biznesmen i jashtëzakonshëm, duhet të Warren Buffett. Nëse vjen një këshill nga Warren Buffett, njerëzit duhet të mbajnë vesh se është një e marrim e fusim në xhep. E ka treguar veten në shumë mënyra. Do të thënë se lexova edhe një studim tjetër që thoshte që kolegët janë shumë të rëndësishëm gjithmonë. Po patjetër, faleminderit që ekziston. Por mendoja këtë gjë që ose studimi thoshte që nëse lë punën kur puna nuk është e mirë, të zgjatet jeta më shumë se sa të lësh cigaren. Po e kam dëgjuar këtë, po. Dhe një nga arsyet pse shumë njerëz punë keq që ta shkurtoni jetën më shumë se cigaren. Punën janë kolegët. Po. Së hahet muhabeti fare hiç.